jo se amerikanët nuk kanë superioritet ushtarak ndaj Iranit, si SBA-ja, si Izraeli, që të dyja janë fuqi nukleare, por Irani në këtë konflikt që ka nisur e para po tregon vetëm që është një shtet serioz. Qeveria e Iranit nuk kolapsoi, nuk ra sikur ra qeveria e Muammar Gaddafit, shteti Gaddafi në Libi, apo Iraku i Saddam Huseinit. Shteti iranian vazhdon që të jetë i konsoliduar, e përveç kësaj iranianët janë kundër përgjigjur duke goditur bazat amerikane në gjithë lindjen e mesme dhe duke goditur edhe regjimet kupulla arabe, të cilat i shërbejnë Izraelit dhe Amerikës. Por përveç saj, goditja më e rëndë që Irani i ka bërë koalicionit judeo-amerikan është vendosja një embargo botërore në tregtinë e gazit edhe të naftës, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, nga i cili kalon 20% e naftës botërore. Mbyllja e kanalit të Hormuzit dhe mos lejimi i Arabisë Saudite, i Kuvajtit, i Katarit, i Emirateve Arabe, i Bahreinit që shesin naftë dhe gaz, ka krijuar një krizë botërore e cila ka sjellë rënjet e bursave në gjithë botën, kriza në vende të shumta, sidomos në Azi ku unë jam, që nga Filipinat deri në Indi, Sri Lanka, Bangladesh e të tjerë. Dhe për më tepër kjo kriza e naftës ka sjellë rritje të ushqimeve, si pasojë rritjes së transportit. Nëpër Azi po mbyllen shumë fabrika, shumë pulari, ndërmarrje bujësore e tjera të cilat prodhonin ushqim për botën. Pra, domethënë Irani ka arritur që të krijojë sanksionet e Iranit ndaj naftës së tyre regjimeve arabe kanë arritur që ta fusin botën në një kolaps ekonomik. Dhe për këtë arsye, në datën 6 prill, Donald Trumpi kërcënoi me zhdukjen e qytetërimit iranian nëse Irani nuk hapte kanalin e Hormuzit, dhe ky kërcënim nga Trumpi u mor nga gjithë bota si një kërcënim me sulm nuklear. Po ç'a ndodhi është që ditën tjetër Donald Trumpi sigur e ka edhe tradit, bëri atë që në anglisht quhet chicken out, apo uli kokën dhe tha, ok, do pranojmë pikat e Iranit, se iranianët, iranianët ishin kontaktuar nga amerikanët prej shumë ditësh për armëpushim dhe ata refuzonin. Dhe iranianët nuk pranonin që të arrinin armëpushim, nëse një amerikanët nuk pranonin që të bëjnë marrëveshje që nuk do të godasin me Iranin, që mos godasin më alatët e Iranit në botën islame, që t'japin fund gjenocidit në Gaza, në Liban e të tjerë, që t'i paguajnë Iranit kompensime për krimet e luftës që kanë bërë, që të heqin bazat e tyre nga lindja e mesme, që të heqin të gjitha sanksionet parësore dhe dytësore që ata kanë bërë kundër Iranit. Sanksionet parësore nënkuptohet sanksionet që janë bërë nga vetë amerikanët, dytësore nga vendet vasale, fjala bie sikur Shqipëria, e cila edhe shpall Irani shtet terrorist. Domethënë iranianët kërkuan të gjithë këto pika në mënyrë që të pranonin për armëpushim. Dhe amerikanët, si gjithmonë që janë pabes, thanë, ok, jemi dakord, dhe u la që nesër, që është data 10 prill, supozohej që në Islamabad, në kryeqytetin e Pakistanit, kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammed Bagheri Ghalibaf,
do të ulej me zvendës presidentin amerikan James Vance për të arritur në një biçim armëpushimi. Megjithatë, edhe pse presidenti Trump njoftoi armëpushimin dhe ushtria dhe shteti iranian e pranoi atë, ne të gjithë kemi parë se çfarë ndodhi dje, në datën 8 prill, ku si gjithmonë regjimi kriminal i Benjamin Netanyahut e theu këtë armëpushim, duke kryer një nga masakrat më të mëdha në historinë e Libanit, duke rrafshuar qendrën e Beirutit, duke vrarë mbi 200 njerëz dhe plagosur me mijëra të tjerë. Pas masakrës së Beirutit, Irani ka njoftuar që kanali i Hormuzit nuk do hapej, se një nga kushtet që amerikanët donin për të ulur në bisedime me iranianën ishte që të hapej kanali i Hormuzit, dhe kur u njoftua ky armëpushim, ne pam që bursat filluan të ngrihet, çmimi i naftës nga $120 që ishte fuqia shkoi në $90, në këto momente ka shkuar në $95 se Irani e ka mbyllur prapë kanalin e Hormuzit. Pra, gjitha këto deklarata që u bën nga amerikanët u bën me qëllimin që të normalizoheshin tregjet dhe ndoshta amerikanët kishin nevojë që të riarmatoseshin për të vazhduar fazën e dytë të luftimeve. Por pas masakrës që ka bërë Izraeli dje në Liban, unë mendoj që armëpushimit i ka ardhur fundi. Garda revolucionare iraniane ka deklaruar që ata do të hakmerren për masakrat që Izraeli bëri në Liban, dhe ndoshta goditja mund të vijë sot apo nesër. Dhe përveç kësaj, në ditën e djeshme, ne kemi patur disa nga stacionet e nxjerrjes së gazit në Iran, në ishullin Lavan, që është goditur nga avion nga Emiratet Arabe. Dhe si kundërpërgjigje ndaj kësaj goditje, Irani dje ka goditur Bahreinin, Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe Emiratet Arabe. Goditja më interesante ishte ajo ndaj Arabisë Saudite, ku Irani ka goditur një nga stacionet kryesore të pompimit të naftës që Arabia Saudite përdor për të marrë naftën nga Gjiri Persik dhe për ta nxjerrë atë në detin e Kuq. Pra, mendoj që armëpushimi u prish nga Netanyahu dje, dhe unë dyshoj që nuk do ketë armëpushim për sa kohë që regjimi i Izraelit do ta ndiejë veten e tij të fuqishëm dhe do ta kontrollojë dhe shantazhojë dhe trombi presidentin amerikan.